Azgjoni në mëngjes me dhimbje gjunjësh, bëni këto dy ushtrime për të përmirësuar gjendjen tuaj. Për të përmirësuar dhimbjen e gjunjëve, është shumë e rëndësishme që të forcohet komplet muskulatura që rrethon gjurin, që do të thotë muskulatura e kofshëve dhe e vitheve. Ushtrimi i parë. Shtrimi me shpinë, të kthyesh në tapet, e mbledhim njërin këmbë, këmbën tjetër i shtrim gishtat dhe tendosim, e çojmë këmbën në një linjë paralel me gjurin tjetër dhe qëndrojmë për 10 sekonda, e ulim sërish këmbën, e çojmë lart dhe përsërisim këtë ushtrim për 10 herë. Ushtrimi i dytë forcon muskujt e vitheve dhe pjesën e kofshës nga pas. Shtrihemi sërish. Afrojmë këmbët, çojmë legenin lart, legeni duhet të qëndrojë në një linjë të drejtë me gjunjët, çojmë njërin këmbë lart, këtë doni ju, dhe fillojmë dhe ulemi dhe çohemi 10 herë. E ulim këmbën, e përsërisim ushtrimin me këmbën tjetër 10 herë. Mund të bëni 2 sete me nga 10, 3 sete me nga 10, e rëndësishme është të filloni dhe të lëvizni. Në rast se këto ushtrime ju pëlqyen dhe doni të praktikoni me mua, më gjeni tek Komuna e Parisit, kontaktoni në numrin tim të telefonit për të bërë pjesë e klasave. Faleminderit.